94 vjeç. Është personi që ka ardhur nga Tetova dhe ka hapur ëmbëltoren e parë në Medulin, ku s'ka pas asgjë. A ke hëngër vetë ëmbëlsina që je 94 vjeç? Gjithmonë ha ëmbëlsia unë. Pa ëmbëlsia se rroj. Po si na nëna thon mos hani ëmbëlsina se do vdisni shpejt ta thon. Kur gjomën, ato janë palavra. Unë pa i mishat, frute, sërflej, e në ëmbëlsia. Mas buke apo para buke ham? Mas buke. 1962, ëmbëltoren e parë këtu në Medulin të Kroacisë. Qa kishte? Kishte shqiptar kur një. Fare. Fare, vetëm unë këmëto. Ku ke mësu me bo ëmbëlsira? Në Sloveni. Baba jot ka bërë ëmbëlsira? Edhe baba i bebës në Sloveni, edhe baba i babës tim. Çuni jote ka trashëgu? Po. Po çunit? Po, Ua, në 5 breza. po. Nuk bëhen më ëmbëlsirat e dikushme. Tash këtë nuk ha, në kupton. Shumë ka ëmbëlsia që janë të mira, nuk i hanë këtu. Se i bëjmë. Janë zhduk recetat e vjetra të ëmbëlsirave? Po, janë interesant në këtu.